nuk e nënshkrytëm e u pajtum së përmi i sankcioneve dhe na kemi përvojën që për që 10 vjetë ju nënshkru marrëveshje dhe nuk ju në zbatu asnjëherë, mendoj që qëndrimi, insistimi të është legjitim. Dhe mesazhi për Trumpin. Po, e treta po vi tek këtu duhet përmbushën. Te mesazhi, unë besoj që Kosova gjithmonë duhet i gëzohet angazhimit të aleatit strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesimi i tyre është gjë pozitive çdo herë. Ajo çfarë ne atakon është që ne të adoptojmë pozicione që mbrojtja e sovranitetit dhe kushtëtitshmërisë, aty ne insistojmë në mënyrë parimore, do dialogojmë, por ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e Kosovës dhe kjo është roli i mandatit që kemi marrë. Çka nëse zbarkon Grenelli? Shikoj, ato janë ose një Grenell tjetër, çka problem? Ato janë gjëra hipotetike. Jo, ai me qenë se ka fol, ka me çu dikon, shpejt. Aktualisht ne jemi duke ju jeni pa qeveri, zoti. Aktualisht e kemi një qeveri në detyrë. Me kompetencat të kufizume. E cila moralisht nuk do duhet me shku në dialog, zotin Muja. Jemi në proces, zotin Matoshi, nëse sheh raportin e Bashkimit Evropian, thot që qeveria rubrikës së Kosovës është e lidhur, e ndërlidhur, ka zbatuar 100% politikën e jashtme dhe sigurisë Bashkimit Evropian, dhe në njëjtën kohë jemi poshtu të ndërlidhur 100% në zbatimin e prioritetet politikës jashtme të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Kemi lajme të mira, sidomos vitin e fundit, sa i përket trashësisë së bashkëpunimit në fushën e brendshme, ne jemi aliat strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por... Fjallë Bukova në këtu, shkër tutje. Çka nëse delegacioni amerikanë gjon Kosovën pa qeveri, pa kuvend? Që kjo ke pyetja jam. Komisionit Evropian, që thot Kosova ka qenë 100% në linjë me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, dhe po ashtu ishte edhe deklarata e fundit, e shiliti edhe Defender Europe. Si friksoni fare Trumpi? Si friksoni fare? Unë besoj kështu. Ajo çfarë realisht ta them, si përfaqësues, si agent politik, unë i friksohem ma tepër qasjes kalkuluese që kanë pas politikanët e Kosovës. Skema tokë për pushtet ka mbaruar. Tash jemi këtu për ta mbrojtur çdo cep dhe kushtetutën e Kosovës. Edhe një herë muja çfarë thon me liot tutëm. Tokë për pushtet. Po. Kjo çka dhon tokë kush? Kjo është ka dhon tokë. Ideja e pasatimit të territoreve tu e thonë. Jo, s'ka dhon tokë. Okej, shikuesi i nderuar sepse s'kemi kohë. Nevojë me sugjeru, po mos i kanë pyetje shumë të forta shikuesit. Do ta nisim me Lulzim Bexheti. Po me gjitha çmora përgjigje. Mos u ngotni burra se s'dihet Ma po që tani çka të bëj tani unë? Jo, po s'mora përgjigje çka nëse ju kërkon institucionet delegacioni amerikan. Çka ka me kërkon çka? Çka? Shkojmë shikuesit le Matoshi që s'ka marrë përgjigje. E mundësinë ka pas. Lulzim Bexheti nga Xhilani. Matoshi, ndale më përgjigj. Zoti Matoshi, muja nuk je ndale. Lulzim Bexheti ish kandidat për kryetar të Xhilanit. E bëni pyetje thotë çu shpjegohet që Prizren Alia me kandidu për kryetar Prishtinës, kjo i bën sikur Dimali me kandidu në Drenas. Shikuesi që po e bën pyetjen ish kandidat për kryetar të Xhilanit dhe është nga Xhilani. Nëse shehni kur ne kemi fitu në Prishtinë, Shpenda Meti në atë kohë ka qenë Mitrovica Prishtina në ju më shpati është i lem Prishtinë, Prishtina Ali. Kosova me koncept provincial. Nuk është pyetje për ty, Red, kur vendos me kandidatin rregull ke. Është koncept tejet provinciale. Para e dyta, thash, Hajrullah Çeku jeton, vepron, punon edhe veprimtarinë e ka në Prishtinë, e ka edhe në Prizren. Ti po do të thotë Prishtina është e gjithëve. Se nuk du me dal hipokrit. Çka lidhje ku jeton në burr? Veprimtarinë e tij kryesore ka këtu. Thash, I dhash atributet dhe mendoj që është opsioni më i mirë. Okej. Pyetje tjetër, Rexhepi, vetëm pak. Po leja ta shumë është me rëndësi që kjo pjesë. Koncept Prishtinë provincial, do të thonë je çasaj pjesës bën. Ne jemi këtu në ekonomi të rregullme. Unë kisha kërku të votues që ta mirë kuptojnë. Ne të gjithë kemi një preardhje këtu dhe Prishtina për te qendrit edhe komunë është edhe kryeqytet. Duhet ta kenë parasysh dhe jemi bindur që votuesit e Prishtinës janë duke kërkuar një kandidat I cili qeverisë ndershëm dhe I ka prioritetet e tyre parasysh, unë mendoj që ajo duhet jetë përqendrimi kryesor. Okej, pyetja tjetër thot Rexhepi, e përshëndesim edhe Rexhepin, thot pyeti deputetët
andjen të turpëruar për maskaradën në kuvend. Muja? Më them, me përgjithësit plot, ne kemi hyrë e ku marë edhe mandatunët që bënë në kuvend. Jem vetëm ato seancat, mirë po kemi qenë jashtëzakonisht aktiv mbi mandatin që ne ka dhënë votuesi. Ma gjellën komisionet timore parlamentare. Kjo ka qenë pritja jonë, kushtrim. Kjo ka qenë pritja jonë që se Kosova ka shumë punë, ka shumë ligje për me kalu, edhe para vetes po dalin sfida të cilat neve na duhet gjithsesi të minimalisht të kemi një kuvend i cili është funksional, ku diskutohet për gjëra, votohet e të jetë. Pra nuk ndjeni të turpëruar. Besa, kjo urgjenca, themelimit të konstruimit të kuvend, e ndaj urgjencën, që ka ja thëmë e përgjithësit plot, e bashkëndjej urgjencën dhe i bëj thirrje partive opozitare që të votojnë, bili ta konstituojmë kuvendin. Armëran, ju ndjeni i turpëruar apo jo? Jo, më vjen keq, mirë po, ashtu si që tha Muja, sepse tha shumë mirë, blokada nuk ka nisë, për me i dhonë hapësirë dhe pyetjeve tjera me shkurt. Pra, ka nisë qysh në verifikimin e mandatën në qatë raport. Mirë po, që thonë Tupani, pra rrah për ata që kanë pesh. Për kë bjen këmbanat, Matoshi. Feta Boletini, shiku si rregullt, e përshëndesim, po edhe Feta. Feta Boletini, po? Po, si duket është me Juve andaj nga Boletini, po. Nga Boletini. Të përshëndetje zotin Sadiko dhe mysafirëve tuaj. Pyetje për zotin Muja. Marrëveshje nënshkruar nga kryetari Atiçi i Mitrovicës Verior dhe nën kryetari Tahiri, pra nga komuna Mitrovicës së Jugut, të Mitrovicës për ndërtimin e 3 urave mbi lumin Ibër. Thotë ku janë vendet e ndërtimit dhe a janë ato ura edhe për qarkullim të automjeteve apo veç këmbësorëve? Dhe janë aloku apo planifiku mjetet për këto projekte? Sot ka qenë përdryshe ky lajm? Po, është e vërtet. Feta, ne kemi insistu si ne deputete Mitrovicës, por që është e vërtet edhe gjithë deputete kemi bë kërkesë edhe kryeministit Kurti, po edhe kryetarëve të 2 komunave, ka 2 vite që vazhdon ky debat, për krijimin e bordit të 2 komunave të qytetit të Mitrovicës, sepse na duhen projekte të përbashkët, që nga transporti që është prioritet, zhvillimi ekonomik, jeta e përbashkët, edhe këto, po më mirë se këto kanë qenë plane që do mund të bëheshin edhe më herët, dhe këto ura do të jenë për qarkullim të gjithë. Edhe automjeteve kështu. Ashtu është, çaja ka qenë kërkesa jonë, edhe ato që kanë qenë ura për këmbësor, që ka qenë të 3 rogaqet, edhe ajo është duhet të funksionalizohet, unë besoj që duhet të funksionalizohet, po ka edhe disa hapësirë, disa vende ku duhet të trajtohet aspektet e mobilitetit dhe transportit, një shumë vështira Mitrovicë, për shembull. Mund nga qyteti deri në kodën e minatorëve është një distancë shumë e madhe dhe tash ka ardhur koha që të mendojmë në mënyrë kompakte për nevojat e mobilitetit të qytetarëve, sepse tek e fundit ato i takojnë të gjithë qytetarëve dhe gjithë ato ndarjet artificiale etnike duhet të hiqen. Është një lajm vendimtar, krijimi i bordit është i hap shumë i rëndësishëm dhe është bërë mundur për shkak të ndryshimeve politike në Prishtinë vetë. Okej, a jeni të kënaqur me përgjigjet e mysafirëve Rama pas Rama Çeku që është kandidat? Ma thot edhe Artan Abrashit në Prizren dhe Armen Mujës do fjalje. Një opcion B për dalin nga situata. Për mua, unë kam mendimet e mia, qëndrimet e mia, por publiku nuk i kanë dhënë asnjë përgjigje. Si kanë dhënë? Publiku vazhdon, ka votu, e kanë mashtru, e kanë qenë zgjedhje demokratike. Kaq. Shikojnë këtë përgjigje, ne i kemi dhënë vendit institucion në vitin 2019. Mshelve muja, mshelve ajo. I kemi dhënë tonë në rregull. Po ju s'po doni me përmbush zotimet e votës si vjet që ju në mojt, zoti. Unë prekse shumë, edhe është një histori mra pasaj, do bënë që është... Se mos më prekse se jo, po një mek një shliuve, im falë. Diçka tjetër, të vita këtë kodër minat dëre në jugë... Kërë Kosovët kemi pas të lashe, ndryshme. Dikush madmaja, dikush madmaja. Unë i dëgjoj shpesher, kur vinë deputet nga opozita, thojnë, ati këshëm pas në 48, na e këshëm bu kështu. Unë për veti nuk e di qarë me ndonë për demarkacione, gjithë për listën së në për ide në ratë sepse e kanë vojtë interesin shtetënojë, që aty është çështja, që na nuk jemi të gatshëm me bon, nuk ju keni bloku shtetin. Okej, një kom të tonë. E pat me plot drejt. Kur ta kanë bo, për shumë koalicion, që thot ky patjetër duhet me bo. Duhet Kosova, s'mon me betë për dikujt. I teke vetë një njeriu. Në 6 muaj me vua stacionin. Zëvendës shefin e inteligencës. Futëm zakonisht kuadër nishit edhe aprishi pamjen, por
edhe kjo qëndrimi në këmbë nuk është shumë i lehtë. Faleminderit Arbër dhe Muja. Shumë sjellshëm në Arbër. Edhe po natyrisht që janë sjellshëm absolutisht po. Edhe ju na dhat përgjigje. Kandidat ndoshta për kryetar të Mitrovicës, Artan Abrashi kryetar për kandidat për kryetar Prizrenit. Halil Matoshi kandidat për president Fidani për pjesëmarrjen, një shaka shumë e vogël. Faleminderit Muja Rezaj. Pas pak kthehemi Aletin Berishën, një lajm i mirë në këtë situatë të blokadës politike. Shkolla finlandeze ndër 10 shkollat më të mira në një konkurs. Through personalized learning, an international community of over 20 nationalities, and hands-on real-world projects, the Finnish School of Kosovo isn't just preparing students for the future, we're building the future. This is the Finnish School of Kosovo, a global innovator, a national pride, and now one of the world's very best.